Më duket se nuk i gjatë. Dhe kush është drejtori komercial? Duhet ma koshti? Viktor Dunste. Po që parë sigurisht aty, apo Jo. Unë jam drejtor komercial, po i degës e disë farmës në provincë. Në provincë. Po flasëm para Tanit, pavarësisht se Tani këtu është mysafir në këtë skenë, bas ca ditësh do jem unë mysafir, po ma lejon. Metoda Gronholm në radhë të parë është një thirrje për të parë një shoqëri e cila duhet heqi maskat. Është pikërisht ky është provokacioni më i madh, që ne nuk dim se kë kemi përpara. Kemi shumë njerëz me maska dhe metoda Gronholm është e vetmja që mund të arrijë që të heqi maskat. Është një komedi e zezë, një komedi me një sukses botëror, e cila sigurisht ka një teatr shumë të mirë. Kam pasur fatin të luaj me 3 aktorë të jashtëzakonshëm, Tanin që e kam këtu, Klajdin, Lulin, janë vërtet, nuk ka qenë e vështirë për mua në atë konceptin e regjisorit, sepse ne regjinë e kemi pasur të gjithë së bashku, edhe kemi punuar si aktor. Domethënë jemi nga ata aktorë që jemi specie në zhdukje. Tani të flasi Tani. Jo, është vërtet një punë shumë e mirë, duhet të përgëzoj Tanin në këtë pikë. Domethënë është bërë një zbërtim i veprës i cili domethënë është pikërisht ato që ta Tani pak më parë, domethënë qerja e maskave në shoqërinë tonë e cila është e mbushur me këto maska. Dhe mesazhi besoj se ishte i qartë edhe për publikun e Fierit që sot e pa dhe besoj domethënë e kanë marrë këtë impakt të këtij lloji mesazhi. Shpresoj që kjo të ketë të njëjtin impakt edhe në Tiranë që do të bëhemi dhe në Vlorë që do të jemi më pas edhe pastaj me kismet shikojmë do të kthehemi përsëri në Fier që ta kemi edhe sallën më plot që të arrijmë ta shikojmë edhe neve atë kënaqësinë e plotë të kësaj. E veçanta e kësaj vepre është sepse kjo është një vepër që është e bazuar tek aktorët, nuk është vepër në kuptimin e fill, domethënë këtu bëhet fjalë për teatr brenda teatrit. Dhe këtu e ka të veçantë dhe suksesin e gjithë vepra. Sukses e Tanit, sukses e gjithëve, sukses e gjithë kolegëve. Faleminderit Fierit, nga ka pritur janë në mënyrë të jashtëzakonshme. Faleminderit Vlorës që pati një suport, faleminderit Tiranës, Bashkisë Vlorë, Bashkisë Fier, Bashkisë Tiranë. Jemi shumë mirënjohës që na bëri të mundur që neve të arrijmë dhe të dalim në premier sot. Ja, fal. Si leta thoshte duhet të jemi mashtruesi, ne kemi kundërshtar. Nuk ka të thot, vend punë jemi një, kandidat jemi. Po i kemë mësuar këto, me bëjnë ki klart? Si të qep goja mërë zotëri? Qep! Tani ky rast qena shumë më i vështirë se i. Po janë artist! Gjithsesi, dua të flas për profesionin tim. Unë jam klop, ose kalash, shoni ju. Unë kam një mision tepër fisnik. Unë jam tepër i dobishëm për shoqërinë. Unë duhet i bëj njerëzit të qeshen. Po pak për që... Dhe janë natën të krevatit e përindëve. Por të pasur të për kërësia. Në na jote që pëtonë. Sot atje në spital nuk ka pasur të prit. E didi cila që jam me shtrejnë për botë për muaj. Që aji asnjëherë nuk më kishë haruar. Pas e i unon dhe një javë të tërë, atëherë nëna ime dilte një pazar, edhe një ditë para se të vinte babaj, vinte baktë. Unë i qëllë me nënë në vita kuat me salqiqe, ishte qëllar e tje pre... Ndryshimin e seksit. Vendosni ju a është i përshtatshëm për këtë kompani. Nëse gjykoni që figura e tij nuk e nderon këtë kompani, ai duhet të largohet menjëherë nga procedura e kandidimit. Po ti prisje të nënshkruaje kontratën, pastaj ta zbulojë surprizën. Ata nuk do të guxonin as të të pushonin nga puna se ti do t'i hedhje në gjyq. Apo dhe ti tani si po fjalë. Me këto titë që kanë ardhur, me të drejtat e njeriut, me të drejtat e komunitetit, me të drejtat për të qenë ndryshe. Tani të lëfotëri më të arresiste, po si të rast? Trasesuar, ose një disnesh në shërirat i shmangën e gëdime. Tjetë për mua transformohë dhe më patua ti. Po kur vjen puna për të drejtuar kompaninë që s'mund të toleroj, a do të kthehesh në grua, do të kthehesh në travesti, do të kthehesh në transseksual. Shua po teoretisht. Nuk po të kuptoj. Është një amiku im është akoma nuk e kam të qartë, se ti e kandidat apo punon në këtë kompani. Nëse na përmend të luajmë, le të luajmë. Nëse nuk na ke thënë, nuk kemi informacion mjaftueshëm që mund të marrim një vendim.
Më pyesni çfarë kudo. Këndon. Pranova të luaj kokë dot, nuk e bëj, jo të përzihem në gjë. Çfarë do të bëjmë tani? Ti duhet të numër baleti? Asgjë, nuk jam vlerësoj. Çfarë do të thuash me këtë? Ajo që kërkoj tani nuk ju përket juve, madje as ato Irlandë dhe habitam se si. Më fal, po se lexove. Ndoshta shpresoj mos i kemi tronditur shumë. Për kundra si. Siç mund ta merrni me mua, sa u fol këtu mbetet këtu jam për përdorim bërë. Patjetër, faleminderit. Bukur. Shumë bukur. Bukur. Jam jemi vetë dhe pas akon për zgjedhje. Në fakt ka shumë pak kohë që po praktikohet. Është një test i shpifur nga një psikolog suedez me qendër në selin qendrore në Suedi. Nëpërmjet këtij testi vlerësojnë kandidatët nëpërmjet stimujve emocional. Vlerësohet ajo që quhet inteligjenca krijuese. Ose ky post në këtë kompani nuk është për ju. Miguel, Plotësisht. Esteban, Do ishte gabim edhe të mirë. Daniel, më mirë tani se sa të ushqeni shpresa të kota. A mund të më... Doni detaje? Patjetër, po. Testi të cilit ju unë shtruan ishte i arduar në bazën e të dhënave të bjera nga profili ju. Ne e dim shumë mirë që me vdekjen e nënës ju kërkuat leje nga puna. Leja për shkak të depresionit u zgjat sa si shumë. 10 muaj. Vetëm një rrugë të shtuar me bajga! Po sigur të thënë që të më kërkua. Atëherë, kuptim ka bashkëpunimi, nëse mungon sinqeriteti, mungon të besim.